Rrjeti i supermarketeve Diambe në qytetin e Durrësit ka shitur për qytetarët çokolata me insekte. Çokolata Talar Kimani euro 100 gram, që në duke ka pamjen e monedhave europiane. Në cilësi nuk është e tillë dhe këtë e konstatojnë insektet që janë brenda saj. Autoriteti kombëtar i ushqimit pasi ka realizuar inspektimin në magazinën e supermarketit Diambe në Katund të Ri të Durrësit, përveç bllokimit, ka dërguar 4 kampionet të kësaj çokolate për analiza laboratorike pranë ISUF për të mësuar më tepër mbi ngarkesën mikrobiologjike të saj. Në këtë rast është konstatuar një sasi çokolate e cila u denoncua për pranit të krimbave. Ky është një tregues fizik, pra një ndotës i produktit. Atëherë sasia e importuar është 2208 copë produkt e importuar nga Polonia. Aktualisht nga AKU-ja, kur është bërë verifikimi, është vajtur në ndjekje të gjurmëshmërisë edhe në marketet të tjera të po të njëjtit zinxhir në qarqe të ndryshme. Janë bllokuar 94 copë të produktit. Top Channel nëpërmjet dokumentave të inspektimit të autoritetit kombëtar të ushqimit mëson se çokolata si vend origjine ka shtetin polak dhe importuesi i saj është vetë supermarketi Diambe, i cili në vitin 2024 ka futur në Shqipëri 2208 copë çokolata Talarki. Kushtet jo të mira të ruajtjes kanë bërë që në këtë çokoladë brenda saj të rriten edhe insekte të dëmshme. Po, një nga kushtet e ruajtjes është një nga arsyet kryesore, sepse çokolata si produkt ka përmbajtje të lartë sheqeri dhe kështu që këto gjejnë terren për të zhvilluar. Po nëse janë mbajtur në ambient me lagështi apo në kushte të dobta higjieno-sanitare, duke mos plotësuar kërkesat, patjetër që gjejnë terren dhe zhvillohen. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka urdhëruar rrjetin e supermarketeve të heqë nga rafti të gjitha çokolatat Talar Kimani. Inspektorët të ushqimit kanë bllokuar gjithsej 98 pako të këtij produkti. Referuar detyrës së lënë në inspektimin e kryer më 4/11/2025 për tërheqjen e produktit çokolat me datë skadence shtator 2026, rezulton se operatori i biznesit ushqimor është në proces për kthimin e produktit në magazin. Të gjithë subjektet ku është përndar produkti janë njoftuar për të hequr produktin. Çokolata Talarki nuk është shitur vetëm në Durrës, por në të gjithë rrjetin e supermarketeve Diambe që gjenden në Shqipëri. Ndaj këtij biznesi është marrë dhe masa administrative me gjobë që ka vlerën e 300.000 lekëve të reja.